Projekti i aeroportit ndërkombëtar të Vlorës i prezentuar si një nga investimet strategjike më të rëndësishme për jugun e vendit dhe turizmin shqiptar, po përballet me probleme të shumta, me përplasjet mes kompanive që po zbatojnë punimet. Konflikti është mes dy aksionerëve në aeroportin e Vlorës, teksa administratori i shoqërisë koncesionare Via, që tashmë kontrollohet nga Dya Group, i ka hequr nën kontraktimin Mapcos së Bexhet Pacollit, duke ndaluar punonjësit e kësaj të fundit të hyjnë në kantier. Për këtë ka reaguar edhe vet Pacolli, i cili e cilësoi situatën si terror ndaj punonjësve dhe hodhi akuzat forta ndaj ish-bashkëpunëtorit të tij Valon Luka. Në reagimin e publikuar, Pacolli deklaron se Mapcos zotron 98% të kuotave dhe se kompania ka investuar mbi 300 milionë euro në projektin e Vlorës. Reagimi plot i Bexhet Pacollit. Kjo që po ndodh në Vlorë, ky terrorizim i grupeve kriminale ndaj punonjësve të investitorit vetëm Mapco, i cili është i ekspozuar me mbi 300 milionë euro në Vlorë, inkurajuar nga vendime gjyqësore të përkohshme, jo ligjore dhe jo kushtetuese, e ka zanafillën te veprimet e pamoralshme, të dënueshme, mashtruese dhe tradhtare të Valon Lukës. Ai erdhi në grupin Mabetex, kaloi nëpër shumë funksione, u pasurua dhe në fund pas 18 vitesh tregoi fytyrën e tij të vërtetë dhe tradhtoi besimin që ja kishim dhënë. Siç po e shihni, prej 9 muajsh jemi duke u përballur çdo ditë me trauma marramëndse në kërkim të së drejtës dhe në përpjekje për të evituar më të keqen. Tani po të drejtohem ty. A nuk të mjaftonte paga prej 30.000 eurosh? Me të gjitha të mirat e mirëkuptimin që kishe, por futet duart edhe te tjetërsimi i pronës që nuk është e jotja. Si mundet ta shesësh pronën e huaj? Kush të shtyu ta bësh atë? E bëre për 1%, ashtu siç kishte premtuar partneri yt në këtë vepër kriminale. Nëse do ta kryenit me sukses këtë akt të shëmtuar, ti i falsifikove dokumente, vula dhe çdo gjë tjetër. Pse para se ta kryeje këtë akt të shëmtuar nuk erdhe të kërkoje ndihmë si herët e tjera? Ndoshta do të kisha ndihmuar. Pse e mbajte këtë akt të fshehur për më shumë se 5 muaj, derisa rastësisht e zbuluam? Pse unë nuk kisha bërë asnjë ulumtim sepse kisha besim tek ti? Ti i përbuze të gjitha, përbuze bujarin dhe shtëpinë time. Mos harro se drejtësia herët avon vjen si rufeja, shkruan Pacolli në reagimin e tij. Konflikti mes dy aksionerëve në aeroportin e Vlorës është thelluar edhe më shumë teksa administratori i shoqërisë koncesionare Via, që tashmë kontrollohet nga Dya Group, i ka hequr nën kontraktimin Mapcos, duke ndaluar punonjësit tek kësaj të fundit të hyjnë në kantier. Punimet në aeroportin e Vlorës janë kryer sipas një skeme nën kontraktimit barabartë mes dy shoqërive aksionere në koncesion. Shoqëria koncesionare Vlora International Airport ose shkurt Via ka nën kontraktuar gjysmën e punimeve. Përfshirë ndërtimin e pistës tek shoqëria Dya Group dhe gjysmën tjetër ku përfshihet ndërtimi i terminalit tek Mapco.